Mendoj që procesi i votimit nga jashtë është zhvilluar në mënyrë model. Episodet, veçanërisht ato të shpërndarjes zarfave në shtetin grek, me bindje, për mua, asesi nuk e cënojnë këtë proces. Ndonë se publikisht, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve Lirian Celibashi flet për një proces model të votës së diasporës dhe mohon akuzat e opozitës për degradim të procesit të shpërndarjes të votave, sidomos në Greqi, kur vjen puna tek përmbushja e detyrimeve financiare. KQZ refuzon të paguaj faturën 9.2 milion euro që i ka kërkuar kompania postare DHL dhe arsye për këtë është pikërisht mos dorëzimi i zarfave personalisht tek zgjedhësi, siç ishte parashikuar në kontratë. KQZ ka konfirmuar se nuk do të paguaj për asnjë zarf zgjedhor që është dorëzuar emigrantëve shqiptar pa firmën e tyre dhe se po heton një për një të gjithë firmat. Zbritja nga fatura 9.2 milion euro të tenderit dhënë DHL-s do të nxjerrë në pas se sa zarfe nuk janë dorëzuar personalisht tek emigrantët jashtvendit, duke konfirmuar kështu pretendimet që nga dorëzimi i zarfeve tek persona të tjerë e deri tek plotësimi i tyre nga patronazhistë të Partisë Socialiste. Me këtë qëndrim, KQZ konfirmon edhe njëherë denoncimet e opozitës se votimi i diasporës pati parregullsi dhe kompania e kontraktuar nuk respektoi kontratën për të ofruar shërbimin në mënyrë të rregullt. Problemet më të mëdha u konstatuan në Greqi, ku nën-kontraktorët nuk dërguan zarfe me fletët e votimit në adresat e emigrantëve. Në shumë shtete të tjera, zarfi me fletën e votimit nuk ju dhanë në dorë emigrantëve, që më pas duhet ta firmosnin edhe marrjen në dorëzim, por përtej të gjithë problematikave, KQZ u mundua që të mbuloj parregullsitë, duke cilësuar procesin të rregullt. Por sot, kur Lirian Celibashi dhe KQZ duhet të konkretizojnë zbatimin e kontratës dhe pagesën përkatëse, del me një tjetër qëndrim, që procesi pati parregullsi. Pra e thënë qartë, në momentin që diskutimi është në nivelin politik dhe me fakte publike për parregullsi, KQZ mban qëndrime se procesi ishte i rregullt, ndërsa kur bëhet fjalë për përgjegjësitë ligjore, KQZ dhe kreu i saj Lirian Celibashi nuk marrin përsipër ta cilësojnë të rregullt procesin, duke shmangur në këtë formë përgjegjësinë ligjore për mos respektimin e kontratës nga DHL dhe shkeljeve për deformimin e votës së diasporës.